gazetar dhe punonjës të tjerë të medjave, të dashur qytetar, ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet tona parlamentare është një cenim që i bëhet demokracisë dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Ajo ka ndikuar në përzgjedhjen e deputetëve serb dhe të pakicave jo serbe, e të cilët janë në kontrollin e plot të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të qeverisë e të inteligjencës e të krimit të organizuar atje. Kësaj Serbia orvatet që vendin ton ta mbaj peng jo vetëm në zhvillimin e brendshëm politik, por edhe në avancimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërhyrja me këto së paku 10 metoda është realizuar në 3 faza. E para është para fushatës zgjedhore, e dyta është gjatë fushatës zgjedhore, dhe e treta është gjatë ditës së zgjedhjeve deri në përfundim të procesit zgjedhor. Në fazën e parë, pra atë të fushatës zgjedhore, presidenti i Serbisë ka deklaruar vazhdimisht se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë. Ai ka inkurajuar të gjithë aktorët e tjerë, shtetëror, jo shtetëror serb, që të cenojnë gjithë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj e për të njëjtin qëllim, presidenti i Serbisë e ka autorizuar kryeterroristin Radojčić për zhvilluar planin e ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.